Kur hëna është plot dhe yjet shkëlqejnë qiellin e natës, njerëzit më të urtë kuptojnë se edhe errësira më e thellë nuk mund ta mposhtë dritën e shpresës që jeton në zemrën e secilit prej nesh. Në kopshtin e hetës, lulët më të bukura lulëzojnë vetëm atëherë kur ju jisim me durim, i kujdesim me dashuri dhe i mbrojmë nga stuhitë e kohës që përpiqen t'i thyejnë. Rruga e suksesit nuk është kurrë e drejtë dhe e lehtë, por është plot me kthesa të mprehta, kodrina të larta dhe lugina të thella që na mësojnë se çdo hap që hedhim na bën më të fortë. Dituria është si deti i pafund. Sa më shumë që pi, aq më jetur bëhesh për të zbuluar thellësitë e tij të fshehura që rrugojnë sekretet e universit. Miqësia e vërtet është si dielli që ngroh shpirtin ton edhe në ditët më të ftohta të dimrit, kur bora e dyshimit dhe akulli i largësisë përpiqen të na ndajnë. Koha është mësuesi më i mbirë, por edhe më i pamëshirshëm, sepse na jep mësimet më të vlefshme vetëm pasi të kemi paguar çmimin e përvojës dhe të pendimit. Dashuria e vërtet nuk njeh kufi dhe nuk njeh distanca, sepse ajo jeton në zemrat që rrahin në harmoni edhe kur janë të ndara nga oqeane të tëra. Fjalët e mira janë si shirat e pranverës që lën gjurmë të thella në tokën e thapë të shpirtit njerëzor dhe bëjnë që të lulëzojnë lulet e shpresës. Njeriu që nuk ka ëndra është si zogj pa krah, i dënuar të ecë përjetësisht mbi tokë pa pasur kurrë mundësinë të prek shiejt me majat e gishtrinjve. Dia pa mençuri është si thezar i fshehur në një shpellë të errët ku askush nuk mund të hyjë, sepse çelësi i vërtet i diturisë është aftësia për ta përdorur atë me zgjuarsi. Durimi është virtyti më i madh që mund të zotrojë një njeri, sepse ai që di të pres me qetësi do të shohë se koha ja sjell frytet më të ëmbla në fund. Zemra që njeh dhimbjen e humbjes është zemra që di të vlerësoj më mirë kuptimin e vërtet të lumturisë dhe të çmimit të çasteve të çmuara që kemi me të dashurit tanë. Urtësia nuk vjen me moshën, por me përvojat që grumbullojmë përgjatë rrugës së gjatë dhe të vështirë të jetës, ku çdo gabim na bën pak më të ditur. Qielli i kaltër pas stuhisë është më i bukur se çdo qiell tjetër, sepse na kujton se pas çdo vështirësie vjen një fillim i ri, plot me mundësi dhe shpresë. Fëmia që luan i lumtur në diell nuk e di ende se jeta do t'i sjellë edhe stuhi, por kjo padini e tij është më e çmuar se çdo urtësi që do të mësoj më vonë. Pema më e fortë është ajo që është përballur me erat më të forta, sepse rrënjët e saj janë ngulitur thellë në tokë dhe e bëjnë të pathyeshme përballë çdo stuhie. Gjithçka që fillon duhet të mbarojë një ditë, por kujtimet e çasteve të bukura mbeten të gdhendura përgjithmonë në zemrën tonë si yje që shkëlqejnë në errësirë. Njeriu që ecën vetëm është i lirë të zgjedhë rrugën e tij, por ai që ecën me shok ka gëzimin e të ndarit peshën e barrës dhe lumturinë e suksesit. Fjala e dhënë është si një urë që lidh dy zemra, dhe ai që thyen këtë urë e gjuan veten humnerën e besimit të humbur për gjithmonë. Dielli perëndon çdo mbrëmje, por lind përsëri çdo mëngjes, duke na mësuar se asgjë nuk është përfundimtare dhe se çdo fund është vetëm fillimi i diçkaje të re. Libri i mirë është si një mik besnik, që nuk zhgënjen kurrë, sepse çdo herë që e hap, do të gjesh në të diçka të re që nuk e ke vënë re më parë. Udhëtimi i 1000 miljesh fillon me një hap të vetëm, por ai hap kërkon guximin për të lënë pas sigurinë e shtëpisë dhe të përballet me të panjohurën. Pyetja e zgjuar është më e vlefshme se 10 përgjigje të batshme, sepse ajo që pyet tregon se po mendon dhe po kërkon të kuptosh më thellë. Qershia e ëmbël ka bërthamën e hidhur, ashtu si jeta jon ka momente të bukura dhe momente të vështira që janë të pandashme nga njëra tjetra. Njeriu që ka parë fundin e natës më të errët
di të vlerësoj më mirë dritën e mëngjesit të ri që sjell me vete premtimin e një dite më të mirë. Fjalët fluturojnë, por shkrimi mbetet, prandaj duhet jemi të kujdesshëm me atë që shkruajmë, sepse do të jetojë më gjatë se vetë ne dhe do të flasë për ne. Shpirti i lirë është si era që fryhet kudo ku dëshiron, pa u ndalur nga muret e konvencioneve dhe zinxhirët e pritjeve që shoqëria i imponon njeriut. Muzika është gjuha universale që flet direkt me shpirtin, duke kaluar të gjitha barrierat e fjalëve dhe duke na bashkuar në ndjenjat më të thella njerëzore. Prindrit janë si pemët që japin hijen fëmijëve të tyre, duke u sakrifikuar dhe duke u dobësuar me kohë që pasardhësit e tyre të rriten të fortë. Gjumi i qetë vjen vetëm te ata që kanë ndërgjegjjen e pastër, sepse asnjë jastëk nuk është aq i butë sa paqja që vjen nga zemra që nuk ka asgjë për t'u fshehur. Pranvera e jetës është e shkurtër dhe kalon shpejt, prandaj duhet ta shijojmë çdo moment të saj para se të vijë dimri i pleqërisë me flokët e bardhë dhe kujtimin e asaj që ishte. Njeriu që nuk ka kurrë dështuar, nuk ka provuar kurrë asgjë të re, sepse dështimi është çmimi që paguajmë për të dalë nga zona jonë e rehatisë dhe për të rritur. Mendja e hapur është si dera që lë të hyjë era e freskët e ideve të reja, ndërsa mendja e mbyllur është si dhoma që mykët për shkak të mungesës së ajrit. Gjuhë shqipe është thesari më i çmuar që kemi si komb, sepse në të ruhen kujtimi i të parëve tanë, këngët e tyre dhe ëndrat e tyre për një të ardhme më të mirë. Fëmia që nuk luan kurrë në balt, nuk do të di kurrë gëzimin e vërtet të fëmijërisë, sepse jeta nuk është vetëm pastërti, por edhe aventurë dhe zbulim. Malet e larta duken të pamundura për t'u ngjitur nga larg, por çdo malinor di që çdo mal pushtohet me një hap në një kohë dhe me vendosmëri të palëkundur. Shiu që bie në pranverë është bekimi i qiellit për tokën e etur, ashtu si fjalët e mira janë bekimi për zemrat që kanë nevojë për ngushëllim dhe mirëkuptim. Njeriu që jeton në të kaluarën e tij nuk mund të shijojë të tashmen, sepse mendja e tij është e mbushur me hijet e asaj që ishte dhe nuk mund të shohë bukurinë e asaj që është. Dashuria e nënës është si burimi që nuk tharet kurrë, duke rrjedhur vazhdimisht me dhemshuri dhe përkujdesje pavarësisht nga sa herpim nga ai. Vjershëruesi është ai që sheh botën me sy të ndryshëm, duke gjetur poezi edhe në gjërat më të thjeshta që të tjerët i kalojnë pa i vënë re. Fati i sjell mundësitë, por vetëm puna dhe përkushtimi mund t'i shndrojnë ato në realitet të prekshëm që ndryshon jetën tonë për mirë. Lumi që rrjedh ngadalë gërmon më thellë se lumi që rrjedh me vrull, duke na mësuar se qëndreshmëria është më e fuqishme se shpërthimet e shkurtra të energjisë. Njeriu që ka frikë të bëjë gabime nuk do të bëjë kurrë asgjë të madhe, sepse madhështia kërkon guximin për të dështuar dhe për të ripërçkuar përsëri. Ylli që shkëlqen më fort në qiell ka djegur më shumë energji se të tjerët, ashtu si njerëzit më të suksesshëm kanë punuar më shumë se të tjerët. Periudha e vështirë është si nata e gjatë e dimrit që duket se nuk mbaron kurrë, por pranvera vjen gjithmonë dhe sjell me vete dritën dhe ngrohtësinë. Fjalët që themi sot mund të harrohen nesër, por ndjenjat që shkaktojmë të tjerët do të mbeten të gëndhendura në kujtesën e tyre për gjithë jetën. Dituria e përdorur për të bërë të keqen është më e rrezikshme se ignoranca, sepse ajo kombinon inteligjencën me qëllimet e këqija dhe krijon dëme të mëdha. Ëndra pa veprim mbetet gjithmonë vetëm ëndër, por veprim pa ëndër është si lundrim pa busull që nuk të çon askund të veçantë. Pylli i dendur duket i errët dhe i frikshëm nga jashtë, por kur hyn brenda, zbulon bukurinë e fshehur të natyrës që nuk mund ta shohësh nga larg.
Zemra që ka dashuruar shumë ka vuajtur edhe shumë, por ajo është më e pasur se zemra që nuk ka kurrë gullzuar të ndjejë me intensitet. Njeriu që gjykon të tjerët pa i njohur historinë e tyre është si gjykatësi që jep vendim pa dëgjuar dëshmitë dhe pa kuptuar rrethanat. Fëmijët janë pasqyrat tona më të pastra, sepse ata na tregojnë të vërtetën që ne nuk duam ta pranojmë dhe na japin mësimet që ne kemi harruar. Koha shëron të gjitha plagët, por gjurmët mbeten, duke na kujtuar se kemi qenë të lënduar dhe se kemi mësuar të jemi më të kujdesshëm. Mençuria e vërtet është të dish që nuk di asgjë, sepse ky është fillimi i kërkimit të vërtet për njohuri që nuk ka asnjëherë fund. Udhëtari i lodhur gjen prehje edhe në strehën më të varfër, sepse kur trupi është i raskapitur, edhe dyshemeja e fortë duket si krevati më i butë. Deti i qetë krijon lundërtar të dobët, ndërsa deti i trazuar krijon lundërtar që din të lundrojnë edhe në stuhit më të këqija të jetës. Njeriu që flet shumë, thot pak, ndërsa ai që flet pak, shpesh thot më shumë, sepse fjalët e pakta janë të menduar dhe të peshuar mirë. Gjithçka që zotrojmë në këtë jetë është e huazuar nga koha, dhe një ditë të duhet t'ja kthejmë të gjitha duke lënë pas vetëm kujtimin e asaj që kemi qenë. Pema që përkulet me erën nuk thyhet, duke na mësuar se ndonjëherë aftësia për t'u përshtatur është më e rëndësishme se fortësia që nuk lëshon. Dashuria e vërtet nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, sepse ajo shprehet përmes veprave të vogla ditore, që tregojnë për kujdesje dhe devotshmëri. Njeriu që ka shumë gjëra, por asnjë mik, është më i varfër se ai që nuk ka asgjë, por është i rrethuar nga zemra që e duan me të vërtetë. Flaka që digjet fort shpejt konsumon drun, ndërsa flaka e vogël që digjet ngadalë jep ngrohtësi për një kohë më të gjatë dhe ruan zjarrin gjallë. Rruga e shkurtër nuk është gjithmonë rruga më e mirë, sepse ndonjëherë rruga më e gjatë na jep mundësinë të shijojmë peizazhin dhe të mësojmë më shumë. Zemra që ka falur është më e lehtë se zemra që mban inat, sepse falja është dhurata që ja bëjmë vetes son dhe jo atij që na ka lënduar. Njeriu që kërkon përsosmërinë nuk do të jetë kurrë i lumtur, sepse përsosmëria nuk ekziston në këtë botë, dhe kërkimi për të është rrugë drejt zhgënjimit. Mendja që nuk pushon kurrë për të mësuar, mbetet gjithmonë e re, ndërsa mendja që mendon se di gjithçka, plaket para kohe dhe humbet kuriozitetin. Fortuna më e fortë vjen para qetësisë më të madhe, duke na mësuar se duhet të kemi durim, sepse ditët e vështira janë shenjë se diçka më e mirë po vjen. Njeriu që ecën me kokën lart por me zemër të përulur, është vërtet i madh, sepse madhështia e vërtet vjen nga karakteri dhe jo nga pozita sociale. Shpirti që ka provuar vetmin vlerëson më shumë shoqërinë, sepse di sa e vështirë është të jetosh pa pasur me këtë ndash mendimet dhe ndjenjat. Fjala e mirë në kohën e duhur është si uji në shkretëtir, duke na dhënë forcë për të vazhduar kur mendojmë se nuk mund të bëjmë asnjë hap tjetër. Jeta është si libri që shkruajmë çdo ditë me veprat tona, dhe në fund të saj do të duhet ta lexojmë atë që kemi shkruar pa pasur mundësinë ta ndryshojmë. Njeriu që gjen fajin vetëm te të tjerët, nuk do të rritet kurrë, sepse rritja vjen nga aftësia për të pranuar gabimet tona dhe për të mësuar prej tyre. Ëndra e fëmijërisë mbetet gjithmonë në zemrën tonë si një dritë e vogël që na udhëzon edhe kur jemi të rritur dhe kemi harruar si të ëndrojmë. Njeriu i vërtet është ai që mbetet i njëjtë pavarësisht nga rrethanat, duke mos e ndryshuar karakterin e tij në varësi të atyre që ka përpara. Koha që shpenzon me të dashurit është e vetmja kohë që vërtet jeton, sepse të gjitha momentet e tjera janë vetëm kalim drejt ditëve që do të mbahen mend.
Mendja e qetë sheh më qartë se mendja turbulluar. Prandaj para se të marrim vendime të rëndësishme, duhet të gjejmë qetësinë e brendshme që na lejon të mendojmë qartë. Njeriu që ka kaluar në përzjarr del më i fortë, sepse ai që ka vuajtur di të vlerësoj më mirë gëzimin dhe di se çdo vështirësi kalon më në fund.